çështjen e rrogës minimale dhe qasjes së politikës aktuale ose të Ministrisë Ekonomisë e Punës e Politikës Sociale, është bërë një ministri që deshet me dy antagonizme, të merret në interesin e zhvillimit bizneseve dhe të ruaj stabilitetin social politik, po sido që tjetë, njëre modeli i përllogaritjeve të tilla nuk çon askund. Vizioni të cilën e ka imponuar gjatë 20 vjetëve dhe vazhdon të imponoje oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore është që paga minimale do të jetë në nivelin shumë më të lartë, jo për çështjen e standardit apo mbështetjes sociale të fuqisë punëtore, po për përgjegjësinë e kompanive ndaj faktorit njerëzor në të bëmit biznes. Dhe ngritjen ose strukturimin adekuat të kompanive në Maqedoninë e Veriut. Konform asaj, ministria dhe qeveria ende asnjë qeveri nuk është marrë që të bëjë një raport të shëndosh mes kapitalit dhe fuqisë punëtore në ekonominë e Maqedonisë. Që të zhvillohet për llogaritet deri në atë fazë ku në marrë qeveria të llogaritje sa do të ushqehet një punëtor ose sa nuk do të ushqehet. Kjo është një qasje dhe në temed i ndryshimit të në këtij segmenti të shoqërisë. Me pagë minimale i shtin edhe pagat tjera të shkojnë më lart. I çon subjektet e biznesit që të jenë përgjegjës dhe fuqisë punëtore. Dhe faktorit njeri në të bëmin biznes, me atë përgjithësi të kryenit dhe fuqi konkurruese, jo vetëm të rregun e brendshëm, po edhe në tregun se Maqedonia është vend i vogël që të llogaritet bizneset vetëm të tregun e brendshëm, po edhe në tregun e jashtëm ku duhet të jemi konkurrent. Çështja e produktivitetit, ajo që diku në pjesa varësisë e përmendit, nuk është çështje që duhet ta rregullojë qeveria ose shteti. Produktivitetin, lidhshmërinë, modelin e biznesit është çështja e afarisit se çfarë zgjedh dhe si do ta rregullojë. Sa ka inovacion, sa ka implementim teknikës teknologjisë dhe kështu me radhë. Rroga minimale duhet të jetë një vijë e kuqe nga të cilën ne duhet bëjmë biznes. Pavarësisht çfarë veprimtari e ke. Nëse nuk mund t'i përmbash, duhet të shkosh punësh për atë rrogë diku, nëse nuk din të bësh biznes. Ajo që duhet të bëhet një rirregullim ose një rregullim ligjor i raportit mes kapitalit dhe fuqisë punëtore. Pjesa e produktivitetit, që disa edhe njerë përsërit afarise, është çështje e modelit biznesit, ai që do të bëjë biznes, implementimin e inovacioneve dhe kreativitetit, sesi të ndërmarrësisë që ka, nuk është faktori punëtor ose qeveria të na rregulloje neve produktivitetin në bizneset tonë. Qeveria për momentin, duke pas parasysh se masa e mjeteve financiare në fondet shëndetësore dhe pensionale, në momentin janë çfarë sa janë, është me problemet adekuate që janë tash. Nëse hip rroga minimale, me automatizëm bësh shtypje edhe hipje e rrogave tjera, për çetë pjesë do të pranoj për një periudhë adaptabile që do të jetë 3 ose 5 vjet që kompanitë ma lehtë ta kalojnë
Edhe normal është pjesë nëse vinë në atë që kompaninë që s'mund të bajnë pjesën e rrogës minimale të rritur. Tash është kërkesa aty në 600 euro, nuk është kur gjë e keqe që jetë edhe 700 edhe 800 euro, që tjetë rrogë solide për ekzistencën e një familje të ngushtë, po ata kompani duhet të riorientohen në biznese tjera, o nuk janë kreativ, o nuk janë konkurrent, o nuk din të bëjnë punë, po jo edhe shteti që siguroje fuqi punëtore të lirë. Ne jemi pjesë edhe jemi të orientuar ka Unioni Evropian edhe do të jemi në të targetojmë standardet që janë evropiane, jo vetëm në standardet e ekologjisë, zënëri tjera, po edhe në standardet e raporteve mes kapitalit dhe fuqisë punëtore, po ma thjesht me thonë edhe në raportet. Çdo shtet ka rrogë minimale, ka Gjermania rrogë minimale caktuar, ka Zvicra, ka Franca, gjitha shtetet kanë të caktuar që nëse është çështje që ajo fuqi punëtore që nuk mund të inkuadrohet për biznese, ka mbrojtje sociale dhe kështu me radhë. Sa kam unë njohuri të punëtorëve që marrin rrogë minimale në Maqedoninë e Veriut, nuk është strukturë që fluktuon nëpër shtete tjera. Struktura e fuqisë punëtore që migron për një rrogë më të mirë është një strukturë tjetër që edhe këtu nuk kanë pagë minimale, pa kanë rroga pagë edhe më të lartë, që neve në detyron vetvetiu që si afarist të ngrisim rroga që mos në ikin, ato janë fatkeqësisht që Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore 5 vjetët e fundit është non-stop të bëjë analiza dhe projekte, diskutime që gjejmë modalitete që të ndalet ai fluksi i shpëruljes fuqisë punëtore, që është e nevojshme, ose eventualisht në lirohet edhe që edhe vit për vit vim të rrit kvota e pranimit punëtorëve nga vendet tjera. Rroga minimale, punëtorët që marrin rrogë minimale nuk shkojnë jashtë. Janë klasë më e ulët që nuk kanë kapacitete dhe të shkojnë jashtë. Çdo lëvizje për të shkuar jashtë do të ketë mjete financiare, për ekzistencën elementare nuk ka mjete financiare. Kështu që s'don, këtu është hap që do të bëjë qeveria në një guxim më të madh, që shkruaj përgjegjësi të afaristët, kushdo që tjetë, që do të reflektoje ajo që thashë që Ministria e Ekonomisë do të ketë parasysh edhe këtë punë, se ngritja e rrogës minimale do të reflektojë një ristrukturim të ekonomisë, që një pjesë e kompanive o do të fillojnë të implementojnë inovacione dhe modalitete ku do t'jenë konform obligimeve ligjore për një rrogë minimale, ose duhet të riorientohen në një biznes tjetër ose në një veprimtari tjetër. Pjesa tjetër edhe një herë e them, qeveria nuk humb asnjë sent nëse rrit rrogën minimale. Përkundrazi, krijohet një mjete financiare të një klasë e punëtorëve që ekzistenca është në pikpyetje, ju mundsohet një pjesë financiare pak më shumë. Punëdhënësit, sindikatat është të kuptohemi, janë marrë vesh, kërkojnë prej qeverisë të lirohen prej kontributeve pjesa që do të rriten rrogat, jo vetëm rroga minimale, edhe rroga tjera. Njëherë bën legalizimin e një pjese që dikund është jepen në zezë, duke munduar që të ikin kontributeve, legalizohet edhe jep një periudhë që të adaptohet në kompani ajo masë dal nga dal edhe mbulohen edhe me kontribute, dhe kjo të bërëm afaristët ato që janë
odat ekonomike është e pranueshme edhe te sindikata, është qeveria të heq dorë prej së atyre mjeteve financiare që duhet derdhen në përfundit, jo për tatimin personal, po vetëm për kontributet që jepen në fondin shëndetësor dhe fondin pensionar për atë pjesë që do të rritet rroga. Edhe ajo është në dorë të qeverisë, nuk është në dorë të sindikatës apo në dorë të afaristëve. Në kontaktet ose raportet që kemi me qeverin, premierin, kryetarin e shtetit, institucionet, ministri, Bjorda Ekonomike Maqedonisë Perëndimore ka raportet shfuqishme, edhe shumë kërkesa totës merren parasysh dhe implementohen edhe në programet qeveritare. Por ajo se nuk afirmohen si kërkesa dhe në mënyrë permanente ne kemi kontakte me gjitha institucionet që të janë problematikat të lloj-llojshme. Po në Këshillin Socio-Ekonomik 2 vjet e fundit nuk kemi, po e din qëndrimin tonë. Edhe qeveria, edhe kryeministri, edhe ministresha e financave, edhe ministri i ekonomisë dhe punës sociale. Ky është qëndrimi jonë. Po nëse do që të merren vesh përfaqësues të biznesit ose odat me sindikatën, ligjin e vjen qeveria. Ligjin e vjen në parlamentin, nuk e vjen. Kjo është ajo ku ne ka një dallim që e vlerësojmë se duhet të ketë një periudhë që duhet të adaptohet ajo pjesë. Do të ketë një periudhë 3 vjeç ose 5 vjeç. Që kjo pjesë që, do të thonë, përsëri, pjesa e mjeteve financiare që derdhen nga kontributet. Nëse hipë rroga dhe nuk merr kontributet për atë pjesë të rrogës, fondi dhe problemet që i kanë fondet që grumbullojnë kontributet dhe qeveria nuk humb asnjë sent. Po përkundrazi krijon një shtresë të shoqërisë që marrin mjete financiare më tepër, konsumojnë më tepër, ato paguajnë TVSH më tepër dhe tatimin e vlerës shtrunë, paguajnë tatimin personal dhe kështu bëhet një lëvizje. Duhet qartë kuptohet. Ajo duhet shkojmë në këtë model dhe ligjet të bjen normalisht, bjen qeveria, bjen parlamenti, nuk bjen as odat as sindikata. Dhe mund shprehin modalitetet, idejet, inovacionet që do të imponohen në krijimin e politikave.